Në Shqipëri, kreu I shtetit, Bujar Nishani, thot në një intervistë për Zërin Amerikës se institucioni I presidentit të Republikës, si kur më parë, ka qenë gjatë vitit 2014 në ndrysnin dhe sulmet e shumicës së majtë, të cilat sipas tij kanë qenë të panevojshme. Zoti Nishani analizon zhvillimet e vitit kaluar dhe sfidat që e presin vendin, ndërsa vë theksin tek reforma e drejtësisë, një sistem ndaj të cilit ka sipas tij një ndikim në rritje të politikës. Me zotin Nishani bisedoi korrespondenti ynë në Tiranë, Armand Mero. Ishte një vit I cili pati dinamikën e zakonshme të shoqërisë shqiptare. Jam I bindur që ka qenë një vit më I mirë se çdo vit tjetër paraardhës. Ashtu siç besoj që çdo vit që do të vijë do të jetë më I mirë se ato që lëm pas. Natyrisht ishte një vit që kishte edhe vështirësitë e tij, vështirësitë kryesisht në aspektin ekonomik që u vënë re në ekonominë shqiptare, të ndikuar edhe nga kriza financiare dhe ekonomike globale në tërësi, rajonale dhe të vendeve që kemi përreth, në cilët ekonomia shqiptare është e lidhur. Por ajo që unë dua të vlerësoj ka të bëjë me faktin e një evenimenti shumë të rëndësishëm, siç ishte marrja e statusit të vendit kandidat për në Bashkimin Evropian. Ishte një vit I cili nuk shmangu debatet politike, shpeshherë edhe të panevojshme, por gjithsesi ishte një vit I cili la gjurmë të rëndësishme në të gjitha aspektet në jetën tonë si shqiptar. Dhe mbi të gjitha besoj që është një moment tjetër I një eksperiencë të shtuar në vlerësimet dhe në gjykimet tona si shoqëri. Ju sapo përmendet debatet politike. 2014 duket se ka qenë një vit I vështirë në marrëdhëniet tuaja me qeverinë apo shumicën, një numër I madh ligjesh janë kthyer pas nga ju, keni bërë akuza të harshpa ndaj qeverisë, nga ana e saj shumica nuk ka nguruar të reagojë po me tone të forta. Dhe kujtoj këtu që shpesh kryeministri Rama ka thënë se për herë të parë kemi një president që sulmon qeverinë. Është e vërtetë ajo që thatë ju që ka qenë një marrëdhënie vështirë dhe institucioni I presidentit të Republikës më shumë se çdo herë tjetër në historinë e pluralizmit shqiptar është ndjerë I trysnuar, I presuar, madje edhe I agresuar në kuptimin legjislativ nga një majorancë e cila nuk ka asnjë arsye të përdori le të themi atë forcë që ka në parlament, e cila në fakt I është dhënë për të punuar për jetën e qytetarëve, është dhënë për të përmbushur përgjegjësitë në raport me shoqërinë dhe as pak për të vendosur në pozicione të vështira institucionet e vendit, qofshin ato në varësinë dhe në përbërje të qeverisë, të ekzekutivit, dhe aq më tepër atyre që janë të pavarura, siç është dhe institucioni I Kryeut të Shtetit Shqiptar. Për herë të parë në historinë e pluralizmit shqiptar, kemi konstatuar që gjatë një viti janë ndryshuar një numër I madh ligjesh me synimin e vetëm për të hequr kompetencat kushtetuese madje presidentit të Republikës dhe një sër prej tyre I kalojnë qeverisë, I kalojnë kryeministrit, dhe kjo ka qenë I vetmi reagim dhe I vetmi qëndrim I pandryshueshëm I presidentit të Republikës, së pari për të nënvizuar shqetësimin e një ndërhyrje të tillë, të paprecedent më parë, së dyti rëndësinë e madhe që ka ruajtja e balancave midis pushteteve dhe institucioneve kushtetuese në Shqipëri, dhe së treti frenimin e politizimit të këtyre institucioneve gjatë funksionimit të tyre, pasi një politizim I tyre nuk I shërben askujt dhe jam I sigurt që nuk do t'i shërbejë as majorancës, qytetarëve jo, por do ta vendosë edhe vetë majorancën në një të ardhme shumë të afërt, në një pozitë shumë të vështirë në raport me qytetarin, në raport dhe me dimensionin e demokracisë në vend. Nuk ka pasur dhe nuk mund të ketë asnjë objektiv në presidentin e Republikës. Për fat mirë nuk ka dhe mekanizma për të penguar punën e një majorancë, për të penguar punën e qeverisë. Përkundërzi është përgjegjshmëri edhe e institucionit të presidentit të Republikës që të jetë maksimalisht I angazhuar dhe mbështetës I të gjithë punës që bën qeveria, por këtu e kam fjalën për punë dhe natyrisht jo për akte të tilla që nuk kanë lidhje me impaktin që duhet të marrin qytetarët shqiptar.
Në të vërtet, zoti president Shumica asnjëherë nuk e ka fshehur mosbesimin ndaj përardhjes tuaj politike. Madje kritikët tuaj thonë se as ju nuk keni bërë asgjë për të vërtetuar të kundërtën, madje akuzojnë se në disa raste keni mbajtur të linjën e opozitës sotme. Në fakt, kjo ka qenë alibia e vetme që ka pasur majoranca për të justifikuar marrjen e kompetencave të presidentit të Republikës. Dhe mua kjo më ka shqetësuar dhe vazhdon më shqetëson standardi apo stili i një kulture politike që të gjitha pushtetet duhet të kontrollohen dhe duhet të menaxhohen nga një pushtet i vetëm. Të gjitha institucionet duhet të kontrollohen dhe të menaxhohen nga një pushtet i vetëm. Pasi nuk është ky thelbi i demokracisë, nuk janë këto parimet e demokracisë, madje asnjë majorancë nuk votohet për këto çështje dhe për këto lloj deformimesh, përkundërzi votohet për çështje të tjera, ashtu siç është votuar dhe majoranca aktuale. Por pikërisht duke parë që presidenti i Republikës qelloi i pabindur në thonjza për të qenë, le të themi, një pjesë e noterizimit të akteve apo të veprimeve apo të objektivave të caktuara të majorancës, rruga më e thjeshtë, më e lehtë ka qenë për ta identifikuar atë dhe për ta sulmuar publikisht si një person me ngarkesa politike. Nuk ka pasur në asnjë rast argumenta dhe fakte të provuara për të justifikuar artikulimet politike. Jam i kënaqur që në raport me opinionin publik, paktën ky është besimi im natyrisht, është demonstruar që artikulimet politike mbeten gjithmonë si pjesë e një betejë politike, të cilën mund vazhdoj ta konsideroj si të panevojshme nga ana e majorancës. Zoti president, në konferencën e fundvitit, megjithatë kryeministri Edi Rama ju falenderoi për përmirësimin e marrëdhënieve institucionale. Çfarë është përmirësuar? Unë e vlerësoj shumë gatishmërinë dhe qasjen e qeverisë për të ndërtuar marrëdhënie më korrekte me institucionin e presidentit dhe me çdo institucion tjetër. Gatishmëria dhe përgjegjësia dhe detyra e presidentit është e tillë që duhet të afrojë vazhdimisht këtë bashkëpunim. Unë shpresoj që të shoh në vazhdim një reflektim në këtë lloj marrëdhënie. A ishte një sinjal pozitiv qëndrimi që Shumica mbajti ndaj dekretimit nga ana juaj të guvernatorit të ri të Bankës së Shqipërisë, duke qenë se u gjet një mënyrë që guvernatori i ri të ishte edhe antar i Këshillit para se të kalojë kandidatura, ndërkohë që procedura që ju ndoqët krijonte një pengesë. Procesi ka qenë një proces pozitiv. Proces i cili ka pasur brenda saj dhe elementi shumë të domosdoshëm të konsultës midis presidentit, qeverisë, parlamentit. Natyrisht e vlerësoj çdo qasje pozitive dhe racionale më së shumti në këtë proces. Nuk ka asnjë detyrë apo detyrim të presidentit për të emëruar një prej anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës, nëse flasim për ligjin, çka shkruhet në ligj. Ne duhet të krijojmë një kulturë të konsoliduar të respektimit të ligjit. Prandaj unë besoj që është shumë e rëndësishme që të mos shkojmë asnjëherë në interpretime individuale për te asaj që ligji specifikon në mënyrë mjaft të qartë. Gjithsesi unë besoj që procesi ka hyrë në një rrugë pozitive, le të shikojmë dhe të presim përfundimin e këtij procesi. Zoti president, në fund të vitit të shkuar, pati disa kritika ndaj jush lidhur me organizimin e ballës së fundvitit për shkak të pranisë atje të ish guvernatorit Fullani. Disa interpretuan këtë si një sinjal që ju doni të jepni institucioneve të drejtësisë, ndërkohë që ai është ende në hetim. Pjesëmarrja e zotit Fullani ishte si pjesëmarrje e të gjithë personave të tjerë, të cilët ishin përzgjedhur nga fusha të ndryshme për kontributet që ata kanë dhënë gjatë ushtrimit të detyrës në ekonomi, në art, në kulturë, në shkencë dhe kështu me radhë. Zoti Fullani ka qenë guvernatori i Bankës së Shqipërisë për një periudhë të gjatë dhe më duhet të them, sepse unë kam qenë presidenti i këtij vendi, që në momente shumë të veçanta dhe shumë të rrezikshme për sistemin financiar shqiptar, ka ditur ta përballojë me sukses kalimin e këtyre situatave, të cilat shpeshherë edhe nuk janë bërë publike. Për sa i takon çështjes konkrete të vjedhjes në Bankën e Shqipërisë, është një çështje që tashmë është në hetim nga drejtësia dhe nuk ka asnjë influencë që nuk ka pasur deri në këto momente nga presidenti apo nga dikush tjetër në këtë çështje.
Zoti President, në muajin tetor ju organizuat një takim të zgjeruar me pjesëmarrjen e gjithë aktorëve politik për t'i dhënë udhë reformës në drejtësi. Sot kemi një komision të posaçëm parlamentar të ngritur për këtë çështje. Si e shikoni këtë proces? Reforma në sistemin e drejtësisë është një domosdoshmëri. Është një rrugë e cila nuk ka kthim pas. Por ajo duhet bërë mbi bazën e parimeve dhe bazuar në atë që quhet best practices, në praktikat më të mira. Dhe ne kemi shansin që të zgjedhim dhe të shikojmë praktikat më të mira. Është një reformë e cila duhet të ketë një impakt afatgjatë dhe duhet që të përfshijë të gjithë aktorët politik, të shoqërisë civile dhe partnerët ndërkombëtar që na asistojnë vazhdimisht në këtë fushë. Kështu që në këtë kontekst unë besoj që krahas domosdoshmërisht është shumë e rëndësishme mënyra se si do të ndërtohet ky proces, i cili mbetet ende për të parë. Kur pritet që ju të emëroni nënkryetarin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë? Së fundi pati dhe një vendim të gjykatës kushtetuese lidhur me ndryshimet ligjore që u bën. Po, unë do të pres të shoh zbardhjen e vendimit të gjykatës kushtetuese, nëse gjykata kushtetuese ka detyrime për institucionet, për parlamentin, me siguri do të pres zbatimin e vendimeve të gjykatës kushtetuese nga parlamenti dhe do të marrë dhe unë më njëherë pastaj hapat e nevojshëm për të kryer detyrimet e mia kushtetuese dhe ligjore. Cilat janë sipas jush sfidat kryesore për Shqipërinë në 2015? Së pari, angazhimi i serioz në reforma të cilat do të na sjellin ndikimin pozitiv në ekonomi. Ekonomia mbetet një sfidë shumë e madhe për çdo qytetar shqiptar. Duke filluar me punësimin, duke filluar natyrisht me sistemin e pensioneve të pagave, shërbimin shëndetësor veçanërisht në spitale, ata arsimor e kështu me radhë. Lufta kundër krimit organizuar është një sfidë shumë e madhe për ne. Është një betejë që duhet fituar me çdo kosto dhe me çdo çmim. Ashtu siç lufta kundër korrupsionit vijon të mbetet një nga sfidat kryesore të tërësisë të shoqërisë tonë. Por unë jam i bindur që dinamika e shoqërisë, angazhimet e qeverisë, objektivat e saj janë të gjitha një aset të cilët mund të bëjnë të mundur që të gjitha këto objektivat të realizohen. Zoti President, faleminderit për intervistën. Edhe për mua kënaqësi dhe ju uroj një vit të mbar redaksisë suaj, gazetarëve të Zërit Amerikës kudo ku ja dhe punojnë.